Një konflikt i çastit në lagjin Shënkoll përfundoi me plagosjen e një shtetasi, ndërsa ndërhyrja e shpejtë dhe profesionale e policisë së Elbasanit parandaloi për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës dhe solli arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar. Shërbimet e Komisariatit Policisë Elbasan menjëherë pas marrjes së njoftimit për një konflikt fizik me përdorim të mjetit prerës, u drejtua në vend ngjarje dhe ndërhyn për të shmangur për shkallëzimin e situatës. Fal ndërhyrjes së shpejtë, policia arrestoi në flagrancë një 29 vjeçar. Shtetasi i arrestuar dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta ka plagosur me mjet prerës thik shtetasin S.A. 67 vjeç. I dëmtuari ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe sipas raportimeve ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme. Për veprat penale, plagosja rënd me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta. To janë për sot.